zakonisht shkatërimi i familjes fillon prej bashkëtorëve. Aty ku nuk ka, po ashtu edhe degenerimi i fëmijëve fillon nga përmbajtja çfarë kanë përmbajtja edukative, kulturore, arsimore, bashkëtorët, pastaj edhe fëmijët. Na është gabim të mendojmë që burri dhe gruaja i kanë të drejtat dhe detyrimet e përgjegjësitë njësoj në familje apo në shoqëri. Se vetë konstruksioni nuk e pranon një gjë të tillë. Është sfidues e është përjashtues. Por në aspektin qenjësor, si qenje, e kanë një barazi para Zotit si qenje. Sikur në shoqëri, për shembull me insistu, mu krahasu fëmija i cili është fëmijë, mes fëmijëve ta zonë, mu krahasu të gjithë njësoj, jo baj që është beba, s'mund krahasohet me këtë të rriturin që i ka, se ky mundet me punu, ai s'mundet me punu. Është i dallim, apo në rang institucionesh, ta zonë dikush ka përgjegjësi qeveritare, dikush ka përgjegjësi komunale, dikush ka përgjegjësi sektoriale. Ta nga aspekti njerëzor, qenjësor, janë njësoj njerëz. Por nga aspekti detyrimeve dhe përgjegjësive, dallojnë. Se s'mund krahasohet ky i sektorit me këtë komunës, apo kryetari i komunës me të qeverisë, apo me presidentin, e kështu me radhë. Dallojnë përgjegjësitë. Zoti i Madh ja ka dhënë qawamun, i ka bë pak burrat mbizotrues, në kuptimin të themi kështu infrastrukturës trupore për përgjegjësive. Ishte interesante për shembull tash në internet, ky interneti po ka mundësi me na ofru edhe shaka ndryshme, kur sa që është fol për barazinë mes burrit dhe gruas, dikush ka dalë edhe e ka sfidu këtë teori, hajde thuj gruas në vjen në type me zidu ndërtimtari atje apo punë të rënda me punu etj. Nuk mundët. Janë dy natyra të ndryshme, por unë mendoj që edhe burri dhe gruaja e komplementojnë, e plotësojnë, e përplotësojnë njëri tjetrin. Janë dy anë të një medalje. Në një rast pa ta thonë se burri është, nëse e përfytyrojmë si institucion familjen dhe jetën bashkëtorë, burri është ministër i punëve të jashtme, e gruaja është ministër e punëve të brendshme. E shpeshherë ministri i punëve të brendshme dhe më konë më i rëndësishëm, për sidomos për rendin dhe ligjin në një vend apo në familje. Sigur që janë shumë gra. Edhe karet probleme, apo që edhe buron, edhe mund të evitojmë ato që po ashtu si pyetje, është udhëheqja familjes. Shpeshherë udhëheqja në familje, edhe në mes bashkëtorëve, shkon sipas monopolit, ku burri thotë unë do çështo po them edhe pik. Dhe nuk shkon sipas një qasje të dialogut e të mirëkuptimit në mes bashkëtorëve përmes fuqisë së argumentit. Kur themi përmes fuqisë së argumentit, çka do të thotë? Nëse gruaja e jep një mendim për një çështje të caktuar, Zoti i Madh ja ka lënë zemrës me vlerësue. Dhe burri nuk duhet të veprojë me kokëforci, jo vetëm pse tha ajo, unë tash do të kundërt. Pse mundet. Po Allah ja ka lënë zemrës me vlerësu. Që aty në zemër, ajo kutia Pandorës kemi qasjen në ajo kur gjë. Edhe vetë zemra thotë, Allah e mire ka be gruaja. E tash, në këtë rast, s'ka rëndësi mo la të ndur me në kale, vë ndur ma kale. Mos e kjo kush po flet, po kjo shka po flet. Nëse ja ka qëllu, atë në rregull është.